mendon se mund të ndryshohen bindjet e qytetarëve gjatë fushatës, apo ata veç e vendosin ma herët kë do ta votojnë? Janë të paktën dy shtresa në këtë kuptim. Është një shtres e atyre të cilët janë militant, janë gati se besimtar që e përjetojnë përkatësinë politike, gati se në kuptim religios, dhe ata pothuajse nuk lëvizin, apo lëvizin vetëm në rastet e trandjeve të mëdha, se që ishin vitin 2000, ndërmjet 2019 dhe 2020, kur ndodhi ajo qarja madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shembull. Mirë po ka një shtres, është ai elektorati gri që i thonë, elektorati i cili është i pavendosur, e që gjithkund në botë, por përfshi edhe te ne, është një elektorat i cili synohet nga partitë politike, sepse kjo është ajo sasia prej 10-15% e njerëzve të cilët janë aq të emancipuar sa që presin ti dëgjojnë, ti shohin, ti prekin ofertat e partive politike dhe ti analizojnë pastaj në raport me interesat dhe interesimet dhe nevojat e tyre, për të pasë ka të shkojnë, për kë të votojnë, kush i përmbush më së miri nevojat, interesat, interesimet dhe synimet e tyre. Prandaj janë të dy shtresa ndërmjet të cilave zakonisht sillen partitë politike.